Mosha 0 deri në 6 vjeç është shumë e rëndësishme, duket sikur kur flasim për moshën 0, çfarë po themi se fëmia nuk ha, por pikërisht edhe mënyra se si ne i japim gjirin fëmijës, kodhënia, kozgjatja e mbajtjes në gjy, plotësimi i tekave vetëm nëpërmjet gjirit, jo çdo qarë nën kupton se bebi ka nevojë për gjy. Pra, ky programi që ne i vendosim fëmijës nga 0 deri në 6 vjeç është shumë i rëndësishëm. 0 deri në 6 muaj bebi nuk ka nevojë për ushqim, për ashtu raste të caktuara kur mjeku rekomandon dhënien e ushqyerjes në moshën 4 deri në 6 për hir të percentilit të rritjes i cili është në norma. Sigurisht në raste të caktuara kur mjeku pediatër shef që zhvillimi i fëmijës nuk është brenda normave dhe percentili i rritjes është poshtë vlerave, atëherë ai mund ta rekomandojë një ushqyerje në moshën 4 deri në 6 muaj. Por vetë nënat me këshillat e të afërmve nuk duhet ta bëjnë këtë gjë, sepse kjo ndikon vërtet në peshën e një fëmie dhe në sjelljen ushqimore. Nuk është problemi vetëm tek pesha, por dhe te sjellja që ky fëmijë ka ndaj ushqimit.